Përshëndetje. Siç e dini, me sigurisht e keni ndjekur lajmet, ka filluar lufta mes Izraelit dhe Iranit. Dhe menjëherë tregu pas disa orëve ka reaguar negativisht dhe kena pasur rrëmje masive të kriptovalutave, posaçërisht të altcoinëve. Unë me po këtu që masi ka filluar lufta ndërmjet Izraelit dhe Iranit, Bitcoini ka reaguar menjëherë. Bitcoini menjëherë ka ra prej 107.000, ka ra menjëherë në një çmim për $110.000. Ka reaguar masivisht dhe menjëherë pas uljes së çmimit të Bitcoinit, po ashtu kanë reaguar edhe me rrëmje dhe altcoinësat. Ka ra po ashtu edhe Ethereumi, ka ra XRP-ja, BNB, Solana dhe të gjithë me radhë. Shumica kanë pasur rrëmje mbi 10%, por masi është stabilizuar pak situacioni, altcoinësat janë kthyer dhe rrëmjet janë stabilizuar. Siç po thot një fjalë popullore amerikane, çdo herë milionerat krijohen kur ka gjak në rrugë. Kjo nuk interpreton gjakun real, por interpreton se çdo herë kur ka rrëmje të tregut, do të thonë gjaku është rrëmje e tregut kuq, atëherë krijohen milionera. Pse krijohen? Ja një rast konkret. Në me po këtu që menjëherë Bitcoin ETF, BlackRocku nuk dorëzohet. BlackRocku masivisht po blen Bitcoin. Ka bler 12 e junit 288 milion, 11 e junit 131 milion, 10 e junit 336 milion. Dhe po ashtu mëne me po që sot 13 e junit, do me thënë këto rezultatet me gjelbër nuk ja shpallull, por me siguri do të shpalla nesër, por adresën që janë duke përcjellur BlackRock, mundën e me po që BlackRocku, edhe pse Bitcoini ka pasur rrëmje, ai e ka shfrytzuar këtë rrëmje, këtë mundësi dhe e përsëri me fondet e tij ka bler Bitcoin masivisht. Mundë me po këtu që BlackRocku ka bler Bitcoin 300 Bitcoina, 37, 200, 40, 300, 300, 300. Mundën me po këtu që ai ka bërë blerën Bitcoin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kur të gjithë e shpallën se Bitcoini do të falimenton, Bitcoini do të kap 90k dhe do të bje masivisht, BlackRocku çka ka bërë? Ai ka shfrytzuar këtë shans dhe 11 herë ka bërë blerjen e Bitcoinit. Nga dalë BlackRocku çdo një orë ka bler nga 300 Bitcoina. Ai ka shfrytzuar këtë rast dhe nuk është dorëzuar dhe ka bler Bitcoin masiv. Po ashtu BlackRocku edhe ETH, ETF mundeni me po që BlackRocku masivisht është duke grumbulluar edhe Ethereumin. Mundeni me po që në muaj juni, siç ka nisur, do me thënë pi 2 juni, ka bler 48 milion Ethereum. Masanej 77 milion, 73, 34 dhe ka vazhduar. Mundeni me po që dje dhe par dje, ai ka bler masivisht edhe Ethereum. Ka bler në 11 juni 163 milion Ethereum. Po ashtu edhe dje ka bler 101 milion Ethereum, ku rezultatet për sot me siguri do të shpallen nesër. Kjo është arsyeja pse shumica e investitorëve që janë këtu afatgjat, kur bje Bitcoini e shfrytëzojnë shansen dhe blejnë më shumë Bitcoin. Lajmi që duhet me përcjell është Michael Saylor, i cili është investitori në Bitcoin me strategjinë e tij DCA, Dollar Cost Average. Ai ka propozuar që Apple duhet të investojë në Bitcoin. Pse ka propozuar këtë? Sepse në 2025-ën Apple, aksionet e Apple kanë pasur rrëmje 18%, ndërsa Bitcoini ka pasur rrëmje 11%. Kjo do me thonë se Bitcoini është më stabil se Apple. Siç e dim, kompania Apple është në top 4 në botë dhe Michael Saylor ka propozuar që Apple duhet patjetër të investojë në Bitcoin, që të krijojë një strategji investimi në Bitcoin. Dhe normalisht këtë rrëmje për njerëzit që kanë menduar që Bitcoini do të shkojë nalt ose poshtë, ose që mendojnë se e dinë se ku do të shkojë Bitcoini në cilën drejtim, në 24 orët e fundit janë likuiduar mbi $1 bilion në Bitcoin. Mundeni me po këtu që janë likuiduar $739 milion në Bitcoin. Ky numër është shumë më i madh. Mundeni me po që në 12 orët të fundit janë likuiduar $129 milion. Është shpallur lajmi që Izraeli ka bombarduar Iranin, janë likuiduar $360 milion në Bitcoin. Të gjithë ato që kanë qenë long në Bitcoin janë likuiduar se ka pasur një rrëmje të Bitcoin. Nuk do të hym në politikë se kush do të fitojë në këtë luftë, sepse nuk jam kompetent për politikë dhe nuk merrem me politikë, por
Kur ka kështu rromje, unë personalisht çdo herë shfryzoj dhe blej Bitcoin. Çaq mundësi sa kërojnë në koment, ju si keni vepruar në këtë rromje, a keni shfryzuar që të bleni Bitcoin ose në një altcoin tjetër i cili ka qenë në liri, ose shkruaj në koment çka mendoni rreth kësaj teme. Mos harroni të bëni subscribe dhe like. Faleminderit dhe miru pafshim në videon e radhës.